Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mas abdestit është një dua e cila është me rëndësi, e ka sevapin e madh, që ne nuk jam nëjmë veshin. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush thot mas abdestit, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kush e thot këtë dua, Allahu xhalleshanu do t'ja hap të dyert e xhenetit, edhe do t'i thot hen nga cila do dyert të dëshiron. A ki qef me i ka kjo derë, thot hen. A ki qef ka kjo derë hen, vetëm se vetëm nëse ti e ki thonë këtë fjallë mas abdestit. Mas abdestit. Sepse njeriu kur merr abdes do të më thonë bismillah, edhe pas abdesit do të më thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Çka do nëse e thu Allahu ka me të çel ditën e kiametit te dyert e xhenetit, edhe ka me thonë hen nga cila do derë